Për televizionin 6+1 Vlora, në një intervistë ekskluzive për mediat në Vlorë, flet Klodiana Rakipaj, bashkëjetuesja e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj, të vrarë mëngjesin e së dielës në Vlorë. Ajo tregon momentet e ngjarjes së rënd. Rakipaj thos se ka qenë në banesë me 58 vjeçarin përpara se ai të vritej. Më pas, ai ka dalë nga shtëpia për të pirë kafe. Pak momente më pas, Rakipaj thos se ka dëgjuar të shtëna, por i ka kujtuar si fishek zjarre. Kur ka dalë, ajo tregon se ka parë trupin e Pajet në shesh, të mbuluar me gjak. Ka bërtitur me të madhe duke kërkuar ndihmë. Më pas, kur s'ka marrë ndihmë, ka zbritur më poshtë në bulevardin e Vlorës dhe ka lajmëruar policin, teksa tregon se është e terrorizuar nga ngjarja në fjalë. Ta fillojmë ngushëllime radhë parë, të jeni mirë. Më thua do çfarë ndodhi? Ngushëllime me atë që kam përmend me atë që dëgjova, unë isha brenda në shtëpi, nuk e di. Se imagjinoja edhe i thash, riore, ulu, i thash, unë ri, thash, musik tani, jo, tha, do dalë, do iki, tha. Ku po shkonte? Do vende të pinte kafe, va, të puna, ty, të lokali. Në momentin që doli? Në momentin që ai doli, se unë i thash, mos, i thash, unë ri këtu, i thash, unë ri brenda, i thash, jo, do iki, ç'ke me mua. Iku doli ai. Sa doli ai, u mora rrobat e punës, pastaj u vesha. Pastaj, pas 5 minuta si iku ai, më mbrapa pastaj, kam dalë unë pastaj, me vonesë. Dëgjove të shtëna në ato momente? Po, dëgjova. U trëme, dole direkt pastaj? Jo, nuk dola. Vetëm se dëgjova kështu, të shtëna kështu, e mendova se ishin fishek zjarre. Ato. Kur keni dalë, çfarë keni parë? Ku kam parë unë vetëm atë që ishte shtrirë, vlla. Person. Ishte Pajet? Që ishte Pajet. Kishte mbaruar çdo gjë. Çfarë bët? Çfarë bëm, bërtita me të madhe. Aty u lorita, bërtita, asnjëri servi. Derisa ula poshtë, pastaj lajmërova policin. Erdhi policia pastaj, mori masat pastaj. Klodiana Rakipaj pohon se ai ishte njeri pa probleme, nuk ka djeni për ndonjë konflikt të mundshëm të tij apo probleme të mëparshme. Thos se nuk ka djeni as për konflikte pronësie apo probleme në familje. Pak momente përpara ngjarjes, Rakipaj thos se viktima qëndronte i jeshtur dhe nuk fliste shumë. Po, jetoja me atë, qeria, bashkëjetoja, kështu nuk ishte ndonjëri u keq. Kështu sillesh mirë me mua, sillesh mirë. Kishte konflikte? Nuk e di, se di, atë nuk e di. Po çfarë dyshon, pse mund të ndodhë kjo ngjarje? Se di atë, nuk e di. Po konflikte pronësie kishte? Jo, fare. Me fëmijët besoj dhe me bashkëjetuesen në ditë parë? Jo, kishte problema? Jo, nuk e di, për këto nuk e di. Këto nuk di atë. Kishte shprehur në shqetësim së fundi? Jo, fare, vetëm se i thash kështu, po ti qa ke, i thash vetëm kaq. Thash qa ke, i thash që s'flet. I thash po rri vetë. Dhe s'ka folur atë ditë para ngjarjes fare. Ka qenë i trembur? Jo, i trembur s'ka qenë, po rrinte shtrirë. Mendon se mund të pas kërcënim? Jo, për këto jo. Ndërkohë keni dhënë dëshminë policia apo jo? Po. Çfarë ju kanë thënë? Policia vetëm kaq më pyeti mua, ç'a ndodhi, pyetën ngjarja vetëm këto, i thash unë nuk di gjë, unë i thash se unë s'dola, i thash. Për veten time s'dola, i thash unë jashtë. Rakipaj tregon se sot është pa një banesë, sepse nuk mund të jetojë më në shtëpinë e 58 vjeçarit pas ngjarjes së rëndë që ka parë me sytë e saj. Ajo është pas 3 dhe nuk ka se ku të jetojë, ndaj ka edhe një apel. Kam një problem të madh tani se s'kam ku të rri tani, ku do rri për vete. Pse çfarë ndodhi me banesën e të ndjerit? Në banesën e atit nuk ndodhi asnjë gjë, po nuk më rri unë atje ku në atë vend që u vra ai. Jeni të tmeruar? Jam shumë më shumë e tromaksu. Ndërkohë kërkoni një streh ku të rini, një mbështetje. Unë kërkoj një streh sikur një dhomë të vogël të jetë. Një dhomë të vogël tua, sa të fus kokë.